Faleminderit, Dardan, faleminderit shumë që sot. Ndërkohë nga këtu kalojmë në diçka krejtësisht tjetër, flasim për diçka sigurisht shqetësuese, por për te politikës, rastet me fruth ka nisur të përhapën në Kosovë, duke ngritur shqetësime tek institucionet shëndetësore, po ashtu edhe tek prindrit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka konfirmuar deri më tani 8 raste. Frashër, të lutem nga kamerat, lutem sepse jam duke komunikuar me qytetarët. Janë 8 raste të konfirmuare, po ashtu edhe 2 raste të tjera që po cilësohen si të dyshimta, megjithatë për të folur më gjerësisht edhe për situatën aktuale, sa shqetësuese janë gjitha këto raste deri më tani të konfirmuara, rreziku që i kanosin të gjithë fëmijët të cilët nuk janë të vaksinuar dhe gjitha të tjerat. Në një lidhje të drejt për drejt kam specialistin e mjekësisë familjare, zotrin Rushit Ismaili. Zotri Ismaili, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Se realisht është kjo situata. Jemi në përmasa alarmante, 8 raste të konfirmuara me fruth dhe që janë fëmijë të cilët nuk janë të vaksinuar. Jo, akoma është situata alarmante, ju veç e thatë që është shqetësuese, sepse nëse ndonjëherë ne jemi lavdëruar për diçka, ne jemi lavdëruar për shkallën e mirë të vaksinimit që kemi pasur, sidomos në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Prandaj tani që situata na ka ndryshuar neve dhe na ka brengosur, jo vetëm për shkak të rezultatit, jo çfarë ne duam ta kemi, por edhe për shkak të shëndetit të fëmijës. Ne e dimë që fruti është një situatë shumë serioze, një sëmundje shumë serioze, e për cilën e kemi në tregimet nga prindërit tanë, të cilët kanë thënë që në qoftë se fëmia nuk e ka kaluar frutin, nuk e ka kaluar kollën e keqe, nuk e fëmijë, mirë po edhe në vitet të tëra, fëmijë të shëndetshëm kemi pasur në sajt e vaksinimit që kemi bërë ne. Gjendja në Kosovë, në rast se vazhdohet, po themi me këtë trend, që do të kemi edhe gjatë ditëve në vijim, raste të tjera të konfirmuara. Si do të jetë gjendja në Kosovë? Po ne shpresojmë që ne do ta parandalojmë këtë situatë, pasi që vetëm kemi filluar me kampanja, kemi filluar me edukim shëndetësor dhe kjo që përvojmë sot është një parthirje që bëhet prindërve që të vaksinojnë fëmijët kundër frutit. Ne në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, madje i kemi identifikuar prindërit e fëmijëve që nuk i kanë vaksinuar kundër frutit dhe i kemi telefonuar që të gjetë. Çështja është se ka shumë keq kuptime sa i përket kësaj vaksine, për fat të keq për votuar një ulumtim vite më parë, i cili ka folur për lidhshmërinë e frutit me autizëm, pastaj kanë dalur gjithë ato studime tjera që e kanë demantuar, e kanë hedhur poshtë këtij studimi. Mirë, po në mendjet e njerëzve ka mbetur që fruti mund të shkaktojë autizëm, sa shkojnë në atë shkallë sa presin derisa fëmia të flasë në thojza dhe pastaj japin këtë vaksinë. Nuk ka fakte shkencore që tregojnë se fruti shkakton autizëm, prandaj në rast, në qoftë se ne duam të kemi fëmijë të shëndetshëm, i lus prindërit që të sjellin të vaksinohen kundër frutit. Dhe a shkakton, doktor, diçka tjetër apo vetëm mos vaksinimi? Pra mosmarrja e vaksinës që është paraparë të merret në 2 doza njëra, pra atëherë kur edhe prindërit hezitojnë më shumë, pra 12 muaj. Po në vitet të tëra kam punuar si mjek dhe kam goxha përvojë të tillë, edhe vitet të tëra nuk kam pasur fare, nuk kam parë fëmijë me frut. Edhe tani pa pritmas u rishfaq fruti. Pse nuk kemi pasur? Sepse kemi pasur shkallën e lartë e vaksinimit. Edhe tani që kemi frut është një farë lidhshmërie direkte që tregon se mos vaksinimi ka shkaktuar një situatë të tillë. Pastaj ka raste edhe të frutit në rajon të cilët e kanë sjellë frutin, sepse po të kishim fëmijët e vaksinuar, do t'i rezistonin infeksionit ndaj frutit. Dhe apo bëhet të mjaftueshëm përpjekje, doktor, që ti bindim prindërit cilët akoma nuk janë ndoshta të mirë informuar mbi, ashtu siç e thekët edhe ju, mos lidhjen që ka me autizmin, sepse ka qenë pikërisht kjo çështja e cila edhe i ka stepur pastaj prindërit edhe që kanë hezituar që të japin vaksinën fëmijëve të tyre.
Po ne po japim maksimumin në çdo vizitë mjekësore që predisjellin fëmijët edhe për çështje të tjera e prekim edhe çështjen e vaksinimit. Jo vetëm kundër frutit, por edhe kundër sëmundjeve të tjera. Mirë, fruti është ndër sëmundjet më serioze, të cilat janë të parandalueshme në anë të vaksinimit. Kurse edhe ju shpjegojmë që ajo që flitet për autizmin është një mit, është një keq kuptim dhe s'ka asnjë lidhshmëri mes frutit dhe autizmit. Ne kemi fëmijë të cilët kanë autizëm dhe janë të vaksinuar sa i kundërta, kështu që nuk ka kurfar lidhshmërie në mes këtyre dy kurive. Ne po bëjmë maksimumin që të informojmë drejt, jo që të mashtrojmë në këtë rast, po jemi shumë të sigurt që nuk ekziston lidhshmëri e tillë. Ka pasur raste që ka pasur rezultate mirë, po ka raste që ka dhe hezitime. Për fat të keq që pastaj edhe në botën profesionale është përhapur ky keq kuptim që duhet të kushtohet patjetër. E qartë. Dhe cilat mosha i prek më shumë? Cilat janë më të rrezikuarit? Po tani fëmijët e vegjël janë ata të cilët mund të infektohen ndaj frutit, kështu që prandaj edhe vaksina jepet që në fillim, prandaj edhe mbrojtja bëhet që në fillim, kështu që vonesa e vaksinës derisa gjoja të flas fëmia është rrezik për atë fëmijë. Duhet të vaksinohet sipas kalendarit të vaksinimit. Pastaj ajo është edhe obliguar me ligj, kështu që prindërit do ta respektojnë këtë kalendar të vaksinimit. Dhe apo ndodh përhapja më e madhe pikërisht në institucionet, po themi parashkollore, kur pranohen edhe fëmijë të cilët nuk janë të vaksinuar? Pikërisht, ne do të bëjmë edhe edukime shëndetësor në këto institucione, mirë po do të gjejmë edhe mekanizmat që t'i bëjmë përgjegjës prindërit të cilët nuk i kanë vaksinuar fëmijët. Një fëmijë pa vaksinuar mund të infektohet me frut e pastaj ai bëhet vatër për shpërndarjen e frutit tek të tjerët. Kështu që do të jemi më të përgjegjshëm edhe si prindër, po ne si profesionistë shëndetësor do të bëjmë më të mirët që prindërit të informohen dhe çdo fëmijë të marrë vaksinën. Dhe a mund të themi se kemi mekanizma të mjaftueshëm për të kontrolluar të gjitha institucionet parashkollore të cilat dhe pranojnë fëmijët pa vaksinë? Patjetër që ne kemi, ne në qoftë të kaluar kemi pasur një mundësi të tillë pse mos ta kemi tani. Ne sot kemi shërbime më të përsosura, prandaj duhet që të bëjmë të pamundurën që të marrim edhe masa kur është e nevojshme që të mos i lënë fëmijët e pavaksinuar. Dhe të flasim pak edhe për simptoma. Cilat janë simptomat e para që një prind duhet i vrejtë fëmia i tij, që pastaj dhe çfarë duhet bëj realisht, sepse nuk e ceka në fillim, mirë po rastet janë të shpërndara tashmë në disa prej vendeve, i kemi 4 në Ferizaj, 3 në Kaçanik, 1 në Prishtinë dhe 1 në Fushë Kosovë dhe të tjera cilat po dyshohen. Cilat janë simptomat e para, cilat ne, domethënë janë lehtë të vrejshme tek fëmijët tonë? Po zakonisht është një temperaturë shumë e lartë që dallon prej situatave tjera kur është temperaturë më lehtë. Pastaj kemi kollitje, kemi shkure të hundër që është e ngjashme me të tjerat. Mirë, po ajo që dallon nga të tjerat janë skuqja e lëkurës, skuqra në trup dhe në pjesë të ndryshme të trupit, të cilat pastaj e bëjnë që fëmia të jetë i dyshuar për frut. Natyrisht kur bën ekzamenimet edhe bëhet diagnoza. Kështu që nëse prindërit kanë një fëmijë i cili ka një gjendje të rënduar shëndetësore, që ka temperaturë shumë të lartë në trup, edhe që ka skuqje në lëkurë, atëherë kushra në lëkurë, atëherë do ta sillemi në qendrën e mjekësisë familjare, që edhe të bëhet diagnostikimi edhe të jepet ndihma e duhur mjekësore. Dhe cili ndoshta kish me qenë doktor mesazhi për gjithë ata prindë të cilët akoma nuk e kanë të qartë që vaksina 12 mujorit dhe autizmi nuk ndërlidhen, tashmë është dëshmuar dhe me ulëmtime të shumta që janë bërë me shumë respondent, megjithatë, cili do të ishte ndoshta mesazhi për gjithë ata që janë në prag të vendimit dhe akoma nuk e kanë informacionet e nevojshme. Atëherë si mesazh unë do të thoja që fruti nuk është një gjendje e lehtë, nuk është një gjendje e zakonshme, e kërcënon jetën e fëmijës, e kërcënon që të shkaktojë komplikime të rënda në shëndetjen e tyre. Edhe në mënyrë tjetër nuk ka të mjekimit përveç parandalimit. Pastaj nëse vjen fruti veç kemi terapinë e zakonshme, po jo një terapi specifike. Kështu që nëse duan të kenë fëmijë të shëndetshëm, duhet të vaksinojnë. Lidhja me autizmin është vërtetuar që nuk ekziston, prandaj për gjithë ata prindër që kanë pasur edhe hezitimin më të vogël, dua t'ju them
me siguri të plot që vaksina është plotësisht e sigurt, nuk ka efekte anësore edhe nuk ka kur lidhshmërie me rrezikun për shfaqjen e autizmit, nëse nuk e kanë bërë deri sot, le ta sjellin sa më parë në qendrat e mjekësisë familjare. Shërbimet e vaksinimit janë në çdo qendër, stafi është profesional, është i gatshëm të apë vendime përkatëse edhe të ofrojë këshillat e mjaftueshme për ta. E qartë. Doktor, të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju falenderoj juve dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë. Faleminderit shumë, faleminderit dhe për thirrje që u bën në këta minuta për gjithë prindërit të cilët akoma nuk kanë vendosur dhe realisht kanë dyshime mbi dhënien e vaksinës tek fëmijët e tyre. U bën thirrje edhe nga studio sigurisht që t'i vaksinojnë fëmijët sepse rastet me fruth po rriten dhe qendra efektive pastaj po mbushet me fëmijë në këtë mënyrë që ta evitojmë këtë dhe sigurisht të ruajmë shëndetin e fëmijëve tanë. Nga këtu do të kalojmë në një shkëputje të shkurtër publicitare, do të kthehemi me pjesën tjetër të mesditës për sot.